Ideja dhe deklarata e zotit Kurti krahasimore për çështën e bllokadave është treguar vetëm një elementi, pra me një përpjekje që e ka pas që nga dita tani kur ka marrë këtë qeverisje, t'i shuaj secilin zë protestues ose secilin mekanizëm që qohet me reagu për një padrejtësi, për një shkelje që bëhet ose për një, po themi, paralajmërim që mundet me pas pasoja për këtë vend. Nëse ju kujtohet, njëjtë pa vepru edhe me sindikatat që nga dita tani, siç ka bërë me sindikatat e arsimit, dhe njëjtë po vepron edhe me bizneset. Pra, organizimi strategjik fillimisht me deklaratën qeveri, pastaj më vonë Ministri Rizvanolli në konferencë për media është tregues që këtu kemi një skenar, një sistem që t'u thuhet qytetarëve përmes një propagande që ka specialitet këtë rast zoti Kurti, që këta janë një pjesë e vogël e bizneseve që qëllim kanë me luftu pushtetin dhe jo interesin e qytetarëve. Pra kjo është përpjekja që unë e shoh që po e bën në këtë rast zoti Kurti dhe madje eksponent të saj. Eksponent vetë thanë që protestuan pronarët edhe oligarkët dhe nuk protestuan punëtorët. Po mirë, këto po e thamën. Pra, pa deklaratat që është edhe 1% prej bizneseve, pra nuk janë krejt bizneset e tjera, pra është një përpjekje që me shu zërin e secilit që qohë sot ka vend me kundërshtu një, po themi, një paralajmërim për një gjendje atrand që mundet të ardhë, edhe kësaj Kurti nuk do të ndalet me kaq, sepse është në politikat e tij, në strategjinë e tij të shkel dhe të godas secilin që ka për qëllim të ndrisë dorë ndaj një padrejtësie që bëhet të vend. Çështja e rrymës është